Me drejtorin e ri të komanduar të qarkut të Vlorës në Krah, kryepolici Skënder Hita foli me tone kritike për policinë lokale, duke thënë se ishte një polici e fjetër dhe as pak profesionale, çka u dëshmua gjatë protestës në Zvërnec, ku në sy të uniformave blu u dhunua dhe u mor zvarr një qytetar nga rojet private. Pas prezantimit të Edvin Dreut, I cili do të zëvendësoj drejtorin e shkarkuar të policisë së Vlorës Elidon Çela, Hita tha se është e pafalshme që policia nuk ndërhyri, ndërkohë që shtoi se hetimet vijojnë nga AMP dhe prokuroria. Policia u shfaq e fjetur dhe jo profesionale, duke mos ndërhyrë në kohë për të parandaluar marrjen me forcë të qytetarit, apo duke mos identifikuar dhe arrestuar në kohë punojësit që goditi me grush qytetarin, ku ajo trup në turpëron të gjithëve. Prandaj, si që jeni ndjeni, kam urdhëruar që prej mbasdites së datës 30 maj të ngrihet një grup I posaçëm hetimor I cili do të hetojë të gjitha veprimet e kryera gjatë protestës. Hita nuk u mjaftua vetëm me shkrirjen e drejtorisë së policisë në Vlorë, por gjithashtu masa ka marrë dhe për kompanitë private të sigurisë që kishin për detyrë ruajtjen e prones private në Zvërnec. Por në funksion të nxjerrjes së përgjegjësive, në vijim të veprimeve administrative të kryera nga grupi I posaçëm I Departamentit për Sigurim Publike për vlerësimin e zbatimit të përgjegjësive ligjore nga subjekti SHPSF Myrto Security 1-3A dhe SHPSF Major Security, rezultoi se të dy subjektet janë konstatuar në shkelje. Për këto shkelje, mora vendimin për heqjen e licencave për të dy subjektet e SHPSF-ve private. Nga ana tjetër, Hita garantoi të drejtën e çdo qytetari për të protestuar, por theksoi se prona në fjalë në Zvërnec është pronë private, ndaj pretendimet e tyre qytetare duhet I drejtojnë gjykatës. Territori I rregulluar rezulton pronë private me dokumentacion të rregullt hipotekor, si dhe me autorizimin ligjor për rrethim. Prandaj përfitojnë nga rasti të drejtojmë qytetarëve që protestojnë që çdo pretendim që kanë mbi pronën apo zhvillimin e saj të adresojnë në gjykatë, sepse drejtësia e jo forca e ndajnë kush ka të drejtë e kush jo në sistemin demokratik. Ndërkohë këtë të hënë, Geraldo Biba I akuzuar për dhunimin e një qytetari gjatë protestës në zonën e Zvërnecit ka dalë përpara gjykatës së Vlorës për të njohur me masën e sigurisë. Pamjet ku protestuesi dhunohet dhe merret me forcë nga Geraldo Biba dhe një tjetër roje u shpërndan në rrjetet sociale duke ngjallur reagime të menjëhershme.